Përgatitet fare lehtë. Kjo është pija më e mirë për jetëgjatësinë. Mjekur Mark Hyman, njëkohësisht autor i disa librave shëndetësor, thotë se pija më e mirë për jetëgjatësinë është çaji i jeshil. Çaji është një super pije që përmban përbërje të fuqishme fenolike, të cilat luftojnë problemet dhe mbrojnë sistemin tonë kardiovaskular. Çaji i jeshil në veçanti është shumë i pasur me katekina, disa prej fitonutrientëve më të fuqishëm ndaj komplikacioneve që gjenden edhe në mbretërinë e bimëve, citoi ai. Konsumi i rregullt i çajit jeshil lidhet drejt për së drejti me një jetë të gjatë dhe të shëndetshme. Një përmbledhje e vjetër e studimeve gjeti në korrelacion midis konsumit të çajit jeshil dhe një numri të zvogëluar të problemeve të shëndetit kardiovaskular në vendet e Azisë Juglindore. Studimet të tjera kanë rezultuar të ngjashme. Përveç bën mirë për zemrën dhe zorrën, çaji jeshil është i mirë edhe për trurin. Dietologja Nava Kroçran thotë se ajo është për shkak të kafeinës dhe katekinave të pijeve që përmban.